Do të flasim për kujdesin që duhet të tregojmë ndaj lëkurës, sidomos tani në sezonin e verës. Problematika të ndryshme dhe sidomos në pacientë që kanë probleme dhe kryesisht me fëmijët, shfaqen tek ata që frekuentojnë shumë pishinat, streptokoku dhe stafilokoku që bashkohen dhe japin këto lloj infeksionesh. Nuk është nevoja të vini çdo 2-3 orë krem, aplikimi i kremit të diellit në mëngjes herët nuk është i nevojshëm. Plakjen e lëkurës e shkakton vetëm rrezatimin diellor. Si mund ta kuptojmë ne që kemi nishane të rrezikshme në trup? Nishane që dalin në moshë të madhe, ose persona që kanë më pak nishane, kanë një tendencë ose një përqindje më të madhe risku për të bërë melanoma. Lazerat tashmë janë në duart e kujtdo, asnjë nishan nuk duhet prekur nga persona që nuk janë mjek, kur mos pranoni t'ju prekin nishanet estetistet, infermierët, fizioterapistet ose kushdo qoftë. Shumë vajza zgjedhin që të bëjnë nxjerrje artificiale me solarium. A është ai rrezikshëm? Të blesh melanomën me para. Cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë në lidhje me kujdesin ndaj lëkurës? Marrin mendim nga interneti. Pra kërkojnë nga blogera, jeni sigurt që ajo nuk e përdor për vetë. Nëse do duhet të përdornin 3 produkte, cilat do të ishin ato? Se shkoni në një qendër estetike, çanta juaj do të mbushet me 10 kremra, se shkoni tek një mjek, ju do të merrni absolutisht vetëm gjërat e nevojshme.